Autoritetet më të larta kishtare në Shqipëri dhe rajon u mblodhen sot për kremtimin e 15 vjetorit meshtarak të një prej 5 përhiftërinjve të parë shqiptar pas diktaturës komuniste, siç është i peshqvi Sapës Monsinjor Simon Kulli. Në meshën e shenjtë, ku të pranishëm ishin qindra besimtar nga zona veriore dhe jo vetëm, i peshqvi i Kosovës Monsinjor Dodë Gjergji dhe kreu i konferencës i peshqvnore të Shqipërisë Monsinjor Gjergj Meta uruan si vullajin e tyre për 25 vjetorin e shugurimit meshtarak. Kur së bashku duam të falenderojmë Zotin për një vëlla tonin dhe për shërbimin e tij 25 vjeçar që ka pasi meshtar në kishën e Krishtit në Shqipëri. Je një bëriu i heshtun që s'det të bërtas, por që dit të fol me shembullin e jetës. Uroj 25 vjetorin e meshtarisë, falenderoj për kushtimin, për urtim edhe për korrektësinë që t'i sjell brenda konferencës së peshqvore. Është një pasuri nga e cila ne mësojmë prej teje. Falenderoj edhe për punën tënde, për praninë tënde, për gjithçka ti i ofron Zoti. Mutej Monsinjor Arjan Doda, arqipeshqvi metropolitan Tiranë-Durrës, udhëhoqi lutjet për Monsinjor Kullin. Sose në dashuri, bashkë me papën ton Leonin, me i peshqvin ton Simonin, me vëllezërit i peshqvi dhe me gjithë klerin. Veti peshqvi Sapës, si hërsia e tij Monsinjor Kulli, falenderoi Zotin për peshën që mban si shërpëtor i kishës dhe popullit të Zotit. Zoti është fuqia ime dhe ndihma ime. Për çka dhe dëshiroj që së bashku me ju ta falenderoj atë për thirrjen që ma dhuroi dhe më zgjodhi për shërpëtor të kishës së Sapës. Monsinjor Kulli njihet si një ndër drejtuesit e kishës që i është përkushtuar të varfërve, të braktisurve dhe të sumurve, teksa sfida e tij në këtë kohë duket se është forcimi i familjes dhe mosbraktisja e Shqipërisë.